Një ngjarje e rëndë është shënuar në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë, ku një 32 vjeçare me inicialet ET është gjetur e mbytur. Sipas të dhënave paraprake nga policia, e reja vuante nga depresioni. Ka qenë bashkëshorti i saj, ai që ka konstatuar trupin dhe ka bërë të mundur nxjerrjen nga uji. Më pas, trupi i pajet është transportuar drejt morgut për ekzaminime të mëtejshme mjekoligjore, ndërsa bashkëshorti i 32 vjeçares po merret në pyetje nga grupi hetimor për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.